Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të ndëruar në pjesën e parë të këtij seminari, kemi përmendur disa fusha të rëndësishme, disa aspekte të rëndësishme që realisht e pastrojnë vetdijen e muslimanit. Veçanërisht kur bëhet fjalë për pjesëmarrjen aktive në punët e mira, edhe në përhapjen e punëve të mira, qoftë të natyrës së besimit në Allahun te barekuhu teala, adhurimit, sjelljes, moralit, përmirësimit të raporteve të njerëzve mes vete e kështu me radhë. Që kjo pjesëmarrje aktive të ndërrohet të jetë e organizuar, e ndërtuar si duhet dhe produktive, duhet të ndërtohet në kuptime të caktuara dhe të udhëhiqet nga kuptimet e caktuara, të cilat realisht shpërfaqin vetdijen e muslimanit. Nëse kjo mungon, aktiviteti do të jetë pastaj i natyrave që ne nuk e dëshirojmë. Andaj pjesën e parë kam përmendur se çysh duhet me kon. Dhe cila është ajo vetdije që garanton aktivitet produktiv dhe aktivizëm të shëndosh, të duhur, që ato janë kuptimet. Ndërsa tash do të flas për anën tjetër. Domethënë, çka ndodh kur mungon vetdija? Si organizohet aktiviteti në mungesë të vetdijes? Si zhvillohet aktiviteti kur ka kuptime të gabuara, për ta pa edhe pjesën tjetër të medalës, jo vetëm njërin atë. Dhe për t'i krahasuar mes veti për të kuptuar se sa është ajo pjesa pasaj e rëndësishme edhe e dobishme. Kjo nga njëra, nga ana tjetër është përfaqje e këtyne kuptimeve të gabuara dhe kësaj vetdije, domethënë të pa kompletuar edhe të gabuar dhe që realisht ka mangësi shumëta, na mundson gjithashtu të krahas parës edhe që të bëjmë analiza të duhura për gjendjen tonë, për të kuptuar se gjendja nga tereni e veprimeve e aktivitetet tona nuk buron edhe nuk është detyrimisht gjithmonë e lidhur me tjetrin, me ata, po shumë më tepër është me ne. Dhe ne kështu duhet mësohemi që ti analizojmë gjërat. Ne jemi problemi, ne kemi të lashe, na duhet më përmirësu, na duhet jemi më të mirë. Pastaj të kalojmë edhe tek aktorët e tjerë që mund të jenë pengesë apo mund të jenë problem. Kjo çësia është shumë e rëndësishme nga se realisht vetdija e muslimanit çështu funksionon. Me këtë manifestim që e përmenda deri më tash apo. Në këtë pjesë e dytë kam përmend kuptime të gabuara dhe që dëshmojnë se ka mungesë të vetdijes dhe si manifestohet. Praktikisht me pati din detale se ku e gjen veten më së pari na, çdo kush pinë pastaj edhe si kolektivitet. Çështja e parë që duhet përmend të ndërrohet vëllezër të kuptimet e gabuara që realisht pastaj e ndikojnë edhe aktivitetin që mos të jetë produktiv, mos të jetë si duhet, e tjera që i përmenda mos i përsit është, domethënë, aktivizmi ose pjesëmarrja aktive me karakter periodik, edhe e kushtëzuar. Domethënë, nuk është pjesëmarrës aktiv në punë të duhura, në punë të mira, në përhapjen e të mirës, nuk është kë e ndërlidhur me jetën e tij, por është e ndërlidhur me periudhën e caktuar të jetës së tij. Dhe kjo është problem. Qase besimtari çështjet e besimit duhet me ndërlidh me jetën, jo me periudhën e caktuar të jetës. Nga se Allah ka thonë: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin tënd derisa të vijë bindja. Ndërsa dietarët e ashëm sikur se ka Imam Buhari rahimullah e kanë komentuar, domethënë el-yaqin el-maut, derisa të vjen vdekja. Atë besimtari nuk din më unal në këtë aspekt derisa ta ndal vdekja. Nuk e ndalin zhvillimet e jetës, nuk e ndalin kalimin nga periudha në periudhë, apo nga faza në fazë, por ato mund të ndryshojnë pozicionimin dhe mund të nxisin avancimin, por jo ta ndalin lëvizjen dhe aktivizimin ato. Besoj që është e qartë. Për shembull, nga jeta e përditshme shohim që shpeshherë dikush ka qenë pjesëmarrës aktiv, për shembull, në shumë punë të mira, në shumë aktivitetarit apo derisa është martuar. Kur martuar nuk e gjen më kërkon apo. Për shkak se ka kaluar me një periudhë caktuar jetësore që tash nuk ka ditë nga perspektivë me vazhdu aktivizimin apo. S'ka ditë dhe ka dështuar këtë aspekt. Dhe kjo është problem apo. Kjo të lashe. Dhe kemi shumë raste të kësaj zbrapseje,
jo për shkak se ka deviju, larg asaj është i udhëzuar, jo për shkak se ai nin keqare për punë që ka bëj, jo, përkundazi, veç për shkak se ka kaluar nga një periudhë në periudhë tjetër. S'ka ditë më gjindë. Si i pa martum ka ditë me qenë aktiv, ka ditë me gjykuar. Si i martum nuk po din atë. Dhe është larguar. Ky kuptim, domthon i aktivizmit që e bën domthon të gjallë në një periudhë e të vdekur në një periudhë tregon për mungesë vetdijes apo. Mungesë të vetdijes për rolin që ka, mungesë të vetdijes për kapacitetin. Tash këto ato referon tek ato të parat. Domthon duhet jemi të vetëdijshëm për rolin e për rëndësinë, duhet jemi të vetëdijshëm për kapacitetin, për potencialin, duhet jemi të vetëdijshëm për temat, për parimet e kështu me radhë. Dhe tash po flas shpërfaqe realisht mungesën e këto fusha që i kemi trajtuar në pikën e parë. Ose për shembull, ka qenë student aktiv në mes të studentëve. I ka thirrë student, i ka mbledh, i ka qenë një hoç, i ka shpërndarë fletush, i ka thirrë, i ka mësu. Momentin kur ka kryer shkollimin, edhe ka hyrë në punë, është fika. Tash një aktivitet ka vazhduar me kolekte punës për shembull, me të tjerë larg asaj. Është fikë komplet. E kjo problem atë. Për shkak se Allahu te barekuhu teala na ka mësuar që në çdo situatë. Shkoni për shembull, Allahu xhallahu ala kur flet për xhihadin, për luftën, infiru khifafan aw thiqalan. Dilni në luftë, ju vjen lehtë apo ju vjen vështirë. Nuk kemi duke i pyet, a din apo të vjen lehtë apo vështirë. Dil, se e kërkon situata, e kërkon ti përgjigjesh. Dhe kjo për ka qenë si përgjigje munafikëve, të cilët e kanë pas të vështirë me shkuën te Buk, për shkak të vapës. Po den në Hud përgjigjemi se këtu në barë është. O më në te Buk, ja atje zvim, se është vështirë. Dhe Allah xhallahu ka me luftu këtë mentalitet të qasje selektive në përgjigje ndaj kërkesave fetare. Infiru khifafan aw thiqalan. Përgjigjeni. Çdo që të vije, lehtë apo vështirë ato. Prandaj qasja periodike është gabim. Qoftë edhe pjesa tjetër që thash, edhe e kurzuar apo. Domthon, kish marr pjesaj, po i ka kushte të veta apo. Nuk po flas për kushtet elementare, për shembull që nuk mund të paramendohet aktiviteti pa to. Për shembull, na e kena marrë këtë seminar. Tash më thonë që s'më rëndësi amrena jashtë na e majm. Jo, është më rëndësi se jashtë ne majm. Domthon garantimi, kurzimi i një vendi është pjesë përbërëse e aktivitetit, kjo është normale apo. Por ka kurzime që nuk janë të ndërlidhura detyrimisht me jetësimin e aktivitetit, por janë të ndërlidhura me komoditetin e aktivitet. E kjo dallon apo? Kjo dallon. Nuk është ndërlidhur me jetësimin e aktivitetit, por me komoditetin e aktivitet. Nëse ka mundësi me kon komod dhe aktiv, pse jo? Por me kurzu aktivizmin me komoditet, jo me jetësim, është gabim, është kuptimi i gabuar. Nga se Allahu xhallahu ala kur i tha pejgamberit sa kum fa anzir ngritu dhe thirr, a pat list kurse pejgamberi po në pithirësh Abu Jahl më heka pse me këto problem është. Ose me më mundsu për shembull, ja s'ka kur, ti ki me dal thirr apo, çikaç. Prandaj kurzimet që na për shembull i gjejm, qoftë nga edhe tek hoxhallarët, po edhe tek xhamati, janë tregues i mungesës së vetdijes. Bënu aktiv, s'kam xhami. S'është kush më pas xhami. Është punu për këtë fe dhe pa xhami. Normal, xhamia është esenca dhe baza e piknisës. Po nuk i xhami për momentin, s'ka mundësi mu punësu në xhami. Çka kemi me tash? Territori i kputëve e ke kryer shkollë për fe? Zban Allah. Kjo është kuptimi i gabuar atë. Kur ai vepron në kushte të caktuara, vepron në periudhë të caktuara, ja, duhet me qenë blanko. Në për Allah xhallahu ala. Kjo është leta e bardhë, ti Allah shfuj, unë veç në shfuj. Kaç? Çu të kërkon? Përgjigju. Gjithashtu e kam pyetur Hudhaifën radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë kur njeriu i gjallë konsiderohet i vdekur, ai gjallë është hala. Por kur dhe rreshtu vdek që njeriu thon, ka thonë Hudhaifja, kur nuk është aktiv në udhën për mirë ndalimi nga keqja. Çat ditë që është që s'është pjesëmarrës u vdek ka njeriu. Domethënë mos e gjej më gjallë apo. Se realisht veç i vdekuri është indiferent. Një njeri mund i vdekur, edhe ai realisht kur faragimi s'ka ndaj fesadit, ndaj përzive s'ka është i vdekur. Prandaj edhe këtë çështje t'ia bëjmë. Se s'kemi qysh me e të ndryshe. Nëse ka qenë me një periudhë aktiv, me një periudhë nuk kokon aktiv, i themi çfarë ku një gjallë tash ke deka. E dyta që ka të bëjë me mungesën e vetdijes, do po flas për vetdijen që ndërtohet kuptime, apo për vetdijen që e garanton një aktivitet të organizuar, të planifikuar, me synim,
Tamam ç'është duhet. Jo kaotike kështu më radh, është edhe pe probleme në këtë aspekt, pe mungesave të vetdijes, pe kuptimeve të gabuara është aktivizmi euforik. Jo aktivizmi me dije, po me euforia. Domthon e nin me një vend, një problem edhe që aty e bën një plan atë. Çish më bëj? Ka dalë. Ai e kompetent, ai mundësi, domthon duhet pak më kon më i. Edhe gjithashtu domthon kur ka aktivizëm euforik të ndërlozur, gjithashtu pastaj ka dy probleme. Prishmërit të mëdha, apo edhe nuk i ka parapa disa probleme që mund me kon rrugës apo. Andaj është pastaj i ndihshëm në probleme që i shfaqen rrugë apo. E këtu është zbrapsën apo. Si për shembull kritikat apo. Hyn me një aspekt, ama jo, se kom di që çu kam më thon njerëz apo. Pse ti ka më fori? Për ta Allahu te bartala, pejgamberi nëse më ka thënë, çe kanë thon hudit e nuhit e mos prit më kon rysha. Ngushtimi vare ka i bën Nufel, ç'le ka qenë? Pejgamberi thonë. Ka me cit pikëtut. Që mos efte ku e ki urtësin, ku e ki butësin, pak më but. Po të kallëzaj, do me ditë mi fillim. Shme ditë. Edhe përmanim të tefsir. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Njëri kena krijuar në mes të vështirësive, të vuajtjeve. Si këtu do më të përkundi kush vazhdimisht. Ka aktivizëm, ka domthon ka fërkime, ka fyrje, ka shpifje, ka gjithçka ka. Çka kemi bota, kemi zbrapsë. Sikur se i tha Allahu muslimanëve, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Muhamedi është dërguar i Allahut. E fa in mata wa qutila inqalabtum ala aqabikum, nëse ai vdes ose vritet, çka keni bëjë me shku të shtëpia? Ja Allah, hasni përpara. Ose kur zoni davetin, thirrjen, aktivizmin, adhurimin me prezencën e Muhamedit, nuk është ai as na smurim, jo s'ka kështu. Nga se tha Abu Bekri, kush e ka adhuruar Muhamedit në Judek? Kush e ka pas me eufori, edhe me emocione, me dashni për pejgamberin, ajo është ku. E Allahun kush e ka, inna Allah hayyun la yamut. Allah është i gjatë nuk vdes. Pra në vëzër, Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an shpesh herë dështime të projekteve që piknisën kanë pas euforike, emocionale, jo të ndërtuar mbi bazën e dijes. Nuk është nis nga dietarët, nuk është nis nga dija, por është nga euforia, nga emocionet tanë. Pra në surën An-Nisa ajeti 77. Allahu xhallahu ala thot: "Alam tara ila alladhina qila lam kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakat falamma kutiba alayhim al-qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah aw ashadda khashya." Allahu tha kështu në Kur'an. Ai ke pa ata që ju tham përmbajnë njëra, larg dur nga shpata. Sa shkoi ballafaqimit apo falën namazin e be zakatin. Ata çka thëshin? Ja, na vesh me luftu. Po të mërri falën njëra, formon njëra. Bësa kërkua luftës apo ata me eufori. Falamma kutiba alayhim al-qitalu, kur ardh lufta, pëtojnë që kusht e ikën. Çka tha Allahu xhel? Idha fariqun minhum, një pjesë e madhe prej tyre yakhshawna an-nas ka khashyati Allah aw ashadda khashya. Filluan që të kenë frikë nga njerëzit, ashtu si duhet pas frikë nga Allah, madje edhe më frikë më të madhe. Nëse kanë paranuar që aty ka frikë, aty ka dhimbje, aty ka vdekje, kur e pon këtë situatë, u zbrapsën atë. E kanë paranuar luftën ekskurzion. E kanë paranuar luftën i falloj, dalje kështu në piknik apo. Ka probleme, nuk ka çështë të thjeshtë apo. Andaj shpesh euforia i bën si në situata që të paaftë me ugjint e çojnë fin. E çojnë fin apo. Ose devijojnë ose forma tjetër që mund t'i përmendëm. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndrozur ka mësuar që nisë me kon me Iqra. Ka thënë misioni i pejgamberit me çka ka nis? Iqra, lexo, me dije. Pastaj kun fa andir çu tash theraton. Ama nisë është dija. Duhet me legjitimu me dije, me legjitimu me argument. Pastaj me vërtetutja. Me njoft rrethonat, me njoft natyrën e aktivitetit tonë se ka mundësi që për shkak të këtij aktiviteti, për shembull, nesër nuk avancosh në grada. Ka mundësi ai gatshëm. Ka mundësi për shkak të kësaj të rreshtojnë dikun caktuar. Ai gatshëm apo. Euforia i pamundson leximin e këtyre situatave, nëse euforia është një kyçje e shpejtë në temë. Por dietar ka thonë kush hyn shpejt, del shpejt apo. Kush hyn shpejt, del shpejt apo. Prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu don që kur dikush e bën një punë, me vazhduava. Vazhdimësia. E vazhdimësi nuk e garanton euforia, por e garanton dituria. Edhe vedia për rolin e përdo që i ka ma herët.
Si manifestohet kjo për shembull të vëllezër? Çi manifestohet në jetë e përditshme? E shohim për shembull veprimet që ndërtohen në reagim jo në analizë apo. Shumica e veprimeve të muslimanëve janë reagime. Nuk janë veprime të studiuara, të analizuara, pastaj veprime. Reagim. Ai del të folë çka, ky mënyrë ja kthen. Mirë, a ke lexu mirë, a ke kuptuar drejt, a je që të më thon, pak në analizë pak më të shkurt, ndalu pak. Por reagim. Pastaj nga veprimet euforike nuk është veç çështja e ndërlidhur me projekt, po është e ndërlidhur edhe me qëndrim të caktuar në dikujt apo. Për shembull, të thotë. Dikush ka një histori të zymë, të errët në raport me muslimanët apo. Që kjo është biografia e tij, që vetë ka ndërtuar apo. Po në moment të caktuar, për shkak të qëllimit të caktuar për shembull, apo të livdon. Ti euforia e lavdatave, apo të bën me harru parimin e qëndrimin ndaj tij që të më pas apo. Unë plotësoj sa dusha më atë, që kjo Allah. Që ta pejgamberi sa dhe ka ke vahua, ke dhup, ai ka fol drejt poç, mos harro ranc është ai. Tash nuk e bën ana për një të vërtet me bë, shejtani u bë mirë atë. Jo Allah, ai ranc, jetë që kjo apo. Ne kanë na për shembull dikur na përgdhel, kur do kohë për shembull, i cili e ka historinë e mbushur me degenerim, me shfrenim, me punë të këqija, ama çe ka qellu ose e ka tendencë të organizuar, të livdan 2-3 fjalë, krejt pastaj aktivit ndaj tij e kthen në lavdata, në punë. Domethënë e kthejmë një veprim, e kthejmë parim. Euforia sobet, kjo euforia e lavdatës. Sigurisht edhe euforia e qortimit apo. Ka dal, do të ka prej këty mos do të dash më pse u kall bishë, u kall donjoja apo. Andaj kanë euforia bën që duhet më reagu, pse? Pse e prej këtij apo. Nuk e sheh këtë eufori kur preket dikush tjetër atë. Andaj kur ka reagime mbi bazën e euforisë, ka gjithmonë çështje selektive, ka të ngutshme, por ka edhe pastaj edhe rrezikimi i parimeve. Andaj nëse dikush është i njohur me arrogancë, armiqësi, të drejtë për drejt, ose për shembull e ka një histori të mbushur shfrenim me degenerim. Nëse ka respekt për ty, mundohu me përdorur në përmirësim, por jo në tjetërsim. Apo kupton? Me tjetëru komplet arqasin, po ju se keni kuptu këtë, po mirë edhe dje, e ti se kështë pa kuptu. Po tash, çka ka po me kuptu lavdata? Ja, lavdatat nuk në ndryshojnë. Lavdatat prodhojnë efekt euforik, emocional. Por aja që duhet mbi ta me ndërru veprimin është tash parimi, është rregulli, është dia, jo euforia. Gjithashtu edhe të ndërruzën nga gjithashtu, po mënej, manifestimet e këtij problemi është edhe aja që do pak po pasna përmes i pikë domthonë të veçantë është mbi vlerësimi i vetes mbi misionin apo. Çka nuk kupton mbi vlerësimi i vetes mbi misionin? Domethënë nëse cenohet ai e mbi cenimin e integritetit të tij, autoritetit të tij përcaktohen veprimet, jo mbi bazën e misionit apo. Kjo është dashnia për vetë emocion. Po nuk është kjo prodhim i kuptimeve të duhura. Kjo është prodhim i kuptimeve të gabuara. Kjo është mungesë e vetdijes, kur ti je mi misionin apo. Kur ti je më i rëndësishëm se misioni apo. Kjo është kuptimi i gabuar dhe është vetdije e mangët apo. Gjithashtu për asaj që realisht ka të bëjë me mungesën e vetdijes dhe kuptimeve të gabuara, për shkak se si të ka kuptime të gabuara ka vetdije të cunguara. Këto dyja mes vetë kështu bashkëpunojnë. Edhe realisht mbi bazën e këtij bashkëpunimi e kemi ndërtuar edhe këtë seminar, është edhe zhgënjimi dhe keqkuptimi i natyrës së misionit. Domethënë lodhja, zhgënjimi, dorëzimi është tregues i mungesës së vetdijes. Nuk është tregues i punës. Për shembull, arsye kë i më ka xhamati është të tentu, s'ka faj, domthon mirë, ja. Sigurisht të puna e aspektit periodik edhe këtu. Reagimet e njerëzve të ndërruar nuk duhet me përcaktuar jetëgjatësinë e aktivitetit tonë. A kuptuat? Do të çysh reagojnë njerëz, çaq që më qenë jetë gjatë aktivitetit. Jo, apo. Jetëgjatësia e aktivitetit tam ndërtohet me bazën e çfarë pjesë? Shkata që këtu lidhë me zveti. Jetëgjatësia e aktivitetit tam do të varet nga adhurimin dhe Allahut, jo reagimet e njerëzve. Për derisa është adhurim,
do të jetë gjatë. Momentin kur s'është adhurim mu, s'kam llogari me vazhdu, largona. Jo për shkak të reagimit e presionit të vërtetësive, po për shkak se s'kam llogari. Nuk është mu adhurim mu. Ka kaluar në natë, ka kaluar në urrëtie, unë tash pikë projekt largohem. A pse që vedia funksionon në lëvizje dhe në zbrapsje, në veprim edhe në mos veprim apo. Andaj zhgënjimi që sa të fatkeqësisht jo rrallë prek shumë nga muslimanët. Disa i ka plan nga gjitha anët, disa ja u erëson një pjesë disa, por të gjithë nga njerë fatkeqësisht mund të prekim nga një lloj zhgënimi dhe lodhje si pasojë e reagimit rrethanave dhe situatës ato. Edhe padyshim se kjo vjen si pasojë edhe e analisë së gabuar të situatës, pritshmëritë e gabuara, ka prit, kur të ka thonë të më prit kështu vëllai. Gabim ka pasur në fillim, jam zhgënjur, po pse e zhgënjur po komprit, po kur të thonë më prit kështu vëllai. Andaj shkartë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndëvëzër asnjë pritshmëri në këtë dunja nuk ka dhënë sahabëve. Kur është kjo? Përveç premtimeve të mëdha umetore, po jo për sahabë, komo që kjo, kjo është kuptim përzimit të misionit. Misioni ka më depërtu. Apo thon, mirë po, çfarë pritshmëri ka pas për dunja? Për shembull Abu Bekri me pasimin e pejgamberit, kur fare. Hiç, kurgjë. E ka pas veç një, gjennetin. Qëta ju ka gardu pejgamberi s.a.s. Qëta e gardu? Ka arë Amr ibn Asi, më bu musliman, e ndër të ka një Rasulullah, qëka nëse të pasoj ty? Qa ka mëne? Në gjennet ki, qëka që të tërzisha me të tamë? Qëka që? E qëka për shmëri po? Po, për ta, boni sigur, që nëse një rrugë kime shku në gjennet. Tjerat, kur e së garantojme? A dikush ka prit, po në komenu që bon, për mi jote shka. Dhe prishmërit e gabuara dhe mungesa e analizës së duhur të situatës prodhojnë zhgënjim. Për shembull të ndërlozur, është një nga dietarët që rresht e ka organizuar një aktivitet aq domethënë të fuqishëm, aq të rëndësishëm, saqë është studiuar shumë nga pastaj të tjerët pas të japën. Edhe ka pas ndikim shumë të madh. Por ja që disa e kanë drejtuar këtë aktivitet me sukses e disa me dështim edhe me zhgënjim. Varësisht qysh e kanë analizuar situatën. Për shembull, përvoja Ibn Badisit, Abdulhamid Ibn Badis, ka libra shqip e keni lexuar keni për të, është një nga dietarët e Algjerisë, i cili ka punuar shumë për me largu koloninë franceze nga Franca, për me e liru popullin e tij nga robnia e kolonive. Edhe ai ka përcaktuar limite të caktuara. E ka pa që, domethënë, ajo që po e rrezikon krejt mbijetesën e popullit algjerian, edhe fetare, edhe kombëtare, është realisht rrezikimi i gjuhës. Ata kanë qenë duke e tetërsuar gjuhën komplet. Madje ka pas situata kur ka qenë ndaluar gjuha arabe në Algjeri. Ai ka pa që pa e ringjall gjuhën, s'u ngjallim kur gjë. Ka pastaj gjithashtu përhapje të madhe të frymës sufiste, të një lloj pasiviteti, mbylljes në vetvete dhe një pajtueshmëri e gabuar me kolonitë. Caktimi i Allahut na duhet më që të më fal, kjo qasje pasive karshi një pushtuesi ka qenë pengesë ato për shembull. Pastaj gjithashtu ke pas kuadër shpërndam, ka pas kapacitet, Algjeria është vend i madh, ka pas kapacitet, ka pas domon dietar, ka pas sociolog mirë, por kanë qenë të shpërndar. Çka ka bëj? E ka themluar një union që të gjithë jenë së bashku në një umbrell që punojnë së bashku. Mirë po, normalisht ai ka vdek, pastaj janë zhvilluar çështjet ndrym frym tjetër, edhe atë suksesin që shprit me kur ai ose pasuesit e tij e kanë marrë disa tjera. Edhe për shkak se nuk është kurorizuar me sukses caktuar puna e tij, disa e analizojnë si dështim përvojën e Ibn Badistit. Mirë, nëse e shikojmë me fundin e saj, ku ka përfunduar, mund të jetë dështim dhe mund të prodhon zhgënjim. Po nëse e analizojmë me baza tjera, jo çfarë, njëri ka studiuar arabishtën. A ka ngjall arabishtën? Po, e ka kthyer arabishtën, e ka bëu dominante dhe ka bëu gjuhë kryesore. Apo. Ai ka luftuar ato çastet pasive edhe inferiore. A ka bëu aktivizim shumë? Ka bëu. Populli është ka lëviz. Apo. Këtë ka bëu ajo.
Ai ka organizuar dietar po, ka bëu Unioni Dietar Algerian, e ka bëu këtë punë. Prandaj varet çu analizon ti atë. Ti duhet të di çu analizoj situatën, për një projekt caktuar e analizojmë nga kjo perspektivë. Po çu delzi. Po a dhe amun nuk se analizu. Kështu që njëra të ndërrozë çësia e gabuar e analizës tregon kuptimet që mungojnë. Për shembull, për ne është më rëndësi, për ne është më rëndësia, për marrëm është më rëndësi që njerëz Allahun madhuru. Apo Allahun madhuru. Por ja që adhurimi ty ndaj Allahut te barekutaala nuk e ka rrit xhamatin xhamin ton. Apo që na mundum ata tash pendrit në xhami tjetër apo. Kuptimi që ata kur falen do të marrë të është i gabum. Edhe nëse çështot e mat projektin ke dështuar apo. Edhe ki arsye më zgjënjy. Po nëse e mat me tjetrën që kemi thonë te kuptimet e duhura, atëre ke kur sukses. Prandaj është shumë e rëndësishme analiza nga çfarë perspektivë bëhet. Edhe cilat janë mostra që përdoren për me e vlerësuar në situatë, a ka sukses, a ka sukses apo. Prandaj kjo edhe ka me prodhu edhe inkurajimin ose dekurajimin. Ka me prodhu edhe zhgënjimin, po edhe, domethënë, veprimin edhe optimizmin ato. Edhe ky zhgënjim të ndërrohet vëllazër që buron nga kuptimet e gabuara, nga vetdia e mangët, shpërfaqet edhe manifestohet në forma të ndryshme. Për shembull, një prej tyre është, njëri zhgënjim ka kuptime të gabuara, nga se fetarisht nuk i arsye kur me u zhgënjë. Kur? Fetarisht. S'ka arsye me zhgënjë. Arsye nuk ka mu zbraps. Arsye ka me ndru pozicionin, po. Kjo punë s'po shkon kështu, e ndrojmë qasjen, bëjmë kompromise të caktuara me parimeve. Këto lexime këto të mundshme. Por zbrapsi nuk është opsionale, absolutisht. Largimi nuk është opsion, ike nuk është opsion. Absolutisht, nuk është opsion. Por mungesë të kuptimeve të duhura dhe në funksionim të kuptimeve të gabuara prodhohet zhgënjimi. E ky zhgënim manifestohet në forma të ndryshme. Një pyetje është qëndrimi i dekurajt ndaj çdo iniciative. Çdo punë do bëhet kjo. Po jo më se smush me këtë punë. Gjithçka hala pa listë ai e myt atë. Ai e myt. Prandaj edhe ai kryeministi i famshëm edhe i suksesshëm i Malezis, don Mohamed Mahathir apo e ka libër sfida. Përmend çdo sfida që i ka pas në rrugën e ngritjes së Malezis ku është tash atë. Sa e ka marrë në pozicion shumë të pafavorshëm, ku ka qenë dominante pakica mbi shumicën Malaja atë. Ai ka bëu shumicën Malaja dominante. E ka kthy orientimin e dur të Malezis, po edhe ka zhvilluar ekonomikisht. Apo. Përmend tash sfidën këtë rrugë. Sfida e parë thotë ka qenë se çdo iniciativë që thosha të bëjmë, thoshin zbohet kjo punë. Çdo komposter çush më i bin që veç të mos ma thoni atë. Prandaj po, kur ki arsye me kallë çyrek, çështu nuk bëhet, po e bëjmë çështë me alternativë. Ama mbytja e çdo iniciative, edhe qasja dekoruese ndaj çdo nisme është treguar se ai njeri vun nga zhgënjimi apo. Ai nuk duhet më marr parasysh qëndrimin e tij. Pastaj kemi edhe tërheqjen nga çdo lloj pjesëmarrje apo. Mund të jetë pjesëmarrje dikun po se çon gata apo. Ai kum thon se ai pret dikun me arsye zhgënimin e tij apo. Në gjatë rrugës ka probleme, duhet të lashe, por duhet me i sanu ato e me vazhdu. Jo me arsye tu tërheqjen apo. Ka probleme. Nga se të ndrozën nëse për shembull një njeri është udhëzu për shkak të një besimtar apo. E atë aktivizimi i tij në fe është i ndërlidhur me dinamikën e atij musliman. Nëse ai dhezet, ky dhezet, nëse ai shkymët, ky shkymët. Për minutë shkymën apo. Kjo çështje e gabuar, ky kuptimi i gabuar që ti e ke lidh çështën e fesë me njëri, qoftë me hoj, qoftë me dietar, me këtë qoftë apo. Ai mund të jetë sebeb hoxha, por pastaj shikimi dikun tjetër apo. Ai ndaj tërheqet si pasojë e kuptimeve të gabuara që prodhojnë zhgënjim. Gjithashtu edhe zhvlerëson çdo iniciativë. Jo vetëm dekurajon, por çdo sukses e vlerëson. Kur ti thosh çera, disa njerëz e kanë bërë iniciativë, e lamla ka kurrë. Çka kanë bërë? Dy njerëz e shet gjithmonë duke minimizuar, duke vlerësuar. Po në rregull, suksesin duhet Allahu ta. Po megjithatë, a ka prodhuar efekt caktuar pozitiv po? E po i zhgënjimi as nuk nis, as nuk vazhdon, e as nuk vlerëson. Çdo iniciativë për ta është, çdo sukses për ta është, çdo projekt është për ta i parëndësishëm, i agjen dobësit, mangësit e kështu me radhë. Preferon kritikën gjithmonë, me kritiku, gjithmonë me gjonat aspektin, po që ky njeri, po që ky ai apo e kështu me radhë. Estërmadhon të ndërrozë, shikoni,
mentaliteti i njerit të zhgënjur është i manifestuar në stërmadhimin e rolit të mjeteve dhe mundësive. Stërmadhimi i rolit. Që ne edhim, e thash më herët, ne edhim që është më rëndësi, për shembull, me pas një sallë me majtë një seminarë. Por ai që me stërmadhon këtë pjesë, apo të mjeteve, do sa që e kthen në një kushzim utopik të paralizueshëm. Po na do të pas to, da dinë që këta nëse bëjmë ne shkojmë, fillon na do të ndëmi pasur, vërtet do se bepe. Po nuk mund mi parapona këtë situatë. A mund të ketë piqetash edhe 10 vjet. Mi parapa këtë situatë që kanë menduar, apo edhe mund që për çto na duhet kjo, jo. Disa i parashojmë, disa mjete i marrim, po tjerat tim për rrugë. E mëson për rrugë, e merr për rrugë, përvoja, situata, rrethonat, mësojnë ato. Ky i stërmadhon shumë. Na për me funksionu kështu do të mi pas 10 doktorat shkencë. Na do të mi pas një objekt, na do të mi pas një buxhet ashtu shteti s'ka. Jo valla. Ulën tokë edhe hajde me mundësi që kemi bëjmë diçka. Që kjo është njëri optimist, i cili me një fidan dorë miell edhe kur bëhet kiameti. Ndërsa i zhgënjymi dhe pesimisti apo marrësh midis bjeshke ku vet dalin drejt, pa i miell, ai thotë nuk di me miell a del diçka. Ato vet pa i miell ti po dalin, e lëmë kur të miell ti çush dalin ato. Po zhgënjimi e bën që me pas qasje të erdha. Edhe gjithashtu rrëshqitja njëri i zhgënjym të vëllezër nuk ka mundësi me majt diskursi mesatar. S'ka mundësi. Ka se zhgënjimi ja merr anë atë. Ose në kuptim të tolerimit, ose në kuptim të shtrëngimit. I zhgënjym tekfirizmi ka dalë nga zhgënjimi, jo nga avancimi i projektit dhe në punë. Absolutisht. Nuk e ka prodhu tekfirizmin puna. Jo, e ka prodhu izolimi dhe mos puna. Edhe përfrimi i gjykimit. Se thashë në fillim, ata që janë aktiv, e mundon me pështu njerëzit, ata edhe kur bëjnë dikush kufër të pëgët se ka dasht, se këqyt me marrë me veti atë. Ama ai që nuk është aktiv, i zhgënjim me njerëz për me arsyetu, domethënë, mos aktivitetin kalon në gjykim apo. S'ja vlen. Ta njerëz që andaj ka thonë pejgamberi men qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum. Ai që thot janë shkatruar njerëzit, çfarë është më i shkatruar? Çfarë është i prish, çfarë ka gabim? Se jo njerëzit apo. Pa në rëshqet, ose, për shembull, mund të jetë rëshqet tjetër, në lëshime totale në fejtë. Nga du të me pëshim identitetin tonë, mos të marrëve që na po falim dhe deportojmë na. Aten, tani kur deportojmë na, tani ka dalë na, një soba të jebujna, i zhgënjur nga kapacitetet, atje që thamë, nga potenciali, nga bindja, i zhgënjur nga këtu, kalon në një botë të imagjinatave të caktuara, ku realisht mendon se me lëshime edhe në parime madhore, qoftë të besimit apo të adorimit, ecë për para. Nëse një musliman është aktivist, të ndëvazër, edhe futet me një mes me bo aktivitet. Dhe si pasojë e kompromiseve të caktuara, në fund bëhet ateist apo marrësh. Ai ka deportu, për shembull, ka arrit do libra mishtia, të ka arrit për shembull një emision me futet aty ka arrit, po në fund ai bëhet ateist. Si e vlerësojmë tash na këtë ecje, dështim vëllai. Dështim. Pa nga zhgënjimi se nuk mund të bëjmë ne kurrë, çështë që shihim, e ka thënë në lëshime derin edhe në çështën e besimit Allahu na ruaj. Për këtë ka edhe shumë edhe argumente. Gjithashtu të ndërrozur zhgënjimi manifestohet edhe me armiqësi atë. Se ai nga zhgënjimi nuk pranon që dikush më bëj punë. Do tash puna e tjetër kujt është përfaqësime mos punën e tij atë. Edhe mënyra e vetme për me nal dikon ose për me marrë qëndrim është armiqësia. Lufton për shembull hoxhallarët, xhamatin, çdo përpjekje që thash, po ka armiqësi. Jo për shkak të parimeve, jo për shkak të bindjeve, po për shkak të zhgënjimit. Zhgënjimi prodhon thash edhe armiqësia. A ka domthon faktor që e shkaktojnë këtë zhgënjim? Po ka faktor apo. Nga to është për shembull keqkuptimi i nocionit të suksesit apo. Se kupton çka është sukses. Suksesi ajo është gjithmonë i ndërtuar sipas konceptit materialiste, me shumësi. Jo, sipas konceptit të ahiretit, sukses nuk është me shumësi, por është me cilësi e me kvalitet apo. Që ka më rëndësi. Një, po çish duhet më mirë se 100.000, por për shembull ta bujnë qefin veç me rëndësi sa ata zbesojnë Allahun te barekuta. Apo. Ai, çfarë duhet?
Pra do njerëz hajt për hatër masi po lodhëshe, që po vim për ty po falën gjumana, ma unë s'besoj që ka Zot veç për hatër tëna. Edhe thot sukses e punon xhamia. Prandaj kemi këtë kuptimin e caktimin e çfarë është sukses, çka është dështim, çka është humbje. Nga shkaktarët e zhgënimit është mungesa e tërbijes. S'është i bom tërbije që duhet. Për ta sahabët Mekë fort kanë vujt, apo është edhe kur si kalu pejgamberi më zhgënjotën. Apo në kulmin e presionit e dhunës, pejgamberi thonë, lakinekum qaumun tasta'jilun. Po gutën nga se, e mira ka më ardha. Prandaj duhet më eduku, mungesa e edukatës tërbijes sjell zhgënim dhe lodhje. Nxitimi i rezultateve. Pratë që si të bëni punë, ai më pa. Jo, vëllazë, na bëjmë një paton e gëzojnë apo. Bënu i gatshëm për shtigje gjata, për frymë gjatë, jo nxitim apo. Gjithashtu edhe nga njëra zhgënimin e sjell edhe mungesa e njohurive të mjaftueshme për potencialin kundërshtar apo. E janë nisur ku ata fillojnë me gjujt, po, do të më di që a kanë këto, më keni gatshëm apo. Se kanë mundësi edhe në këtë aspekt më të godit, edhe këtu me të privu, edhe këtu me të sankcionu, ka mundësi apo. Andaj në vlerësimi i potencialit të kundërshtarit edhe të fushatëve të shakeqe mund me sjell tani zhgënim. Gjithashtu edhe ajo që mund të sjellë zhgënim edhe është edhe leximi i gabuar i gjendjes faktike në terren atë. Del në terren atë çero sa kafja, që njerëzit po këshyrin të këtë emisione presht 1 milion e sa vetë këshyrin ditje, për shembull, çajem të bëna vllana, për ka po mundom këto, pa djavati po mundosh, do lexon gabimisht realitetin apo. Mëkat të njerëzve, shfënimin, epshet e kështu me radhë. Nga gabimet, nga kuptimet e gabuara edhe treguesit e mungesës së vedijes është edhe mungesa e vedijes në raport me llogaridhënien apo. Domthon e cila realisht e prodhon mentalitetin e viktimizimit apo. Gjithmonë tjerë na kanë faj apo. Gjithmonë për shkak të mjeteve, gjithmonë për shkak të rrethave, gjithmonë për shkak të sos, ama na kur ato. Një aktivist me këtë qasje tregon se ka mungesë serioze të vedijes së kërkuar për të vazhduar në rrugën që është. E ka ndërtuar këtë vedije të mangët mbi bazën e kuptimeve të gabuara ato. Nga se Kurani ndryshe flet. Për shembull kemi qortimin në Kur'an. Ka qortu në Hud sahabët. Ka qortu pejgamberi në Sura Abasa. E ka qortu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Sura Ahzab me Zeidin. Takhshan nas, nga njerëz po ke frikë, Allahu e haqqu an takhsha. Çfarë qortimi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kur realisht atë që më thon Zeidit, çfarë Zeinibën, edhe me martu pejgamberin Zeinibën, për me thy mitin e arabëve se i adaptuari është biri tamam apo kupton? Me thy këtë mit është dashur me veprim. E pejgamberi ka hezituar çish me këtë veprim. E ka qortuar Allahu xhallahu atakhshan nas. Qortim është. Kjo qortim apo. Ai Kurani potencon qortimin e vetvetes apo. Nuk është qortimi, nuk është kritika, realisht mangësi. Është përparësi, është tregues i funksionimit të shëndetshëm të komunitetit, por kur bëhet normalisht me standarde të kërkuara apo. Pastaj gjithashtu të ndërrozë apo. Ka thonë pejgamberi son, kullu bani adam khata. Gjithë bitë atimit gabojnë. Ti asi bira dimit ta? E ti bira dimit e gabon. Prandaj gjej vetëm dikun ke gabu dikun, se pejgamberi son ka këtë gabojnë, do ti gabon dikun. Dhe ky udhëzim profetik na mëson se duhet kemi qasje kritikën të vetvetes, llogaridhënie. Por mungesa e llogaridhënies dhe gjykimit të tjerë për dështimet tona është vedia e mangët, nuk mund të shtojmë interën të aktivizmit apo. Pastaj gjithashtu të ndërmozë viktimizimi është cilësia e hipokritëve apo. Munafikat viktimizojnë apo. Për shembull, çka kanë thonë apo? Kur i ka thirrë pejgamberi më shkuën në Tebuk, ka thonë fitna atje. Fitna Allah thonë. Gratë romakëve të bukura, me bomë i pana, problem na me rrit fenë kemi apo. Allah çka thonë, ala fil fitnati saqatu. Ata kanë rënë fitna apo. Hala pa shkuat atje. Nëse mentaliteti i viktimizimit apo që e arsyeton mosveprimin është realisht mentalitet i hipokritëve. Jo i muslimanit aktiv që punon për hir të Allahut dhe sunë shpërblimin. Si manifestohet ky problem?
Që problem i këtij kuptimi të gabuar, ku mungon llogaridhënia, mungon kritika, mungon qortimi, mungon përmirësimi, gatishmëria për dyshim, kjo vedi e mangët është. Si manifestohet? Mas pari me ankesat vazhdueshme. Dhe mund ka ankesa që dalin, që e amnestojnë atë e i përfshin të tjerë. Ka arsyetime për shmang nga përgjegjësia. Dhe mund ka arsyetime të cilat, domethënë, të ndrozë dallojnë nga koha e sahabëve. Për shembull, ka thonë Ebu Kutejbe rahimullah, dietarët e hershëm dhe poetët e njohur, ka thonë kanu yurauna bi amalihim wa sirna nurai bi amali ghayrina. Ka përpara njerëzit kanë rënë syfaci për shkak punëve tyne. Ai punë e ka bëu sahi, po ka pasë që pak mu lavdu. Thotë sot kena rënë në syfaci për punët e tjerëve. Ai ka bëu punën, ne e përveçojmë punën e thonë e kena bëu atë. Kjo është për mentalitet. Prandaj sahabët kanë shkuar te pejgamberi sa me u arsyetu për veprim apo për mos veprim. Për veprim. Abdullah ibn Amr ibn Asi ka thonë, ja Rasulullah, unë moj. Po ja s'bën më shumë se më fal se çikash natën. Konini le stati unë moj. Shikoj këtë diskutim për të vepruar, jo për të mos vepruar atë. Nëse çikër vedi është ndosh. Vedia smut është po veç rrethonat, ama koha, ama ata, gjithmonë gjet arsyet e tij jo për ta përmirësuar veprimin, po për ta shmangur veprimin atë. Andaj tendenca për ta shmangur veprimin është tregues i kuptimeve të gabuara, i mungesës së vedijes. Se besimtari synon me bëu atë. Për këtë arsye të ndërlozur një nga nëse pak periferike fusot, po domethënë se në këtë pikë për shembull kur e kam lësuar Sheikh Albani rahimullah si dietari hadithit. Si dietari hadithit, çfarë çështje ka pas Sheikh Albani në vlerësimin e haditheve? Sahih, hasan, daif ose më radh. Ka dietar kategorizon. E shetë të Sheikh Albani rahimullah të ndërlozur, Allah më shëroft, është dëshirën që më përhap suneti, duke luftuar që në hadith daif më bëj sahih. E pse daif ja lyp një rrugë pse të ngjall me sunet atë, nështë sunet atë. Se e don sunetin, tenton me përhap, edhe pse hadithi është daif. Prandaj ka thënë Sheikh Albani rahimullah, nëse thot hadithi është sahih, ka mundësi mos me kon sahih. Po nëse thot është daif, 100% daif se prem është me dal ndryshe apo. Njëri gaban, po për faktin se ja ka kërku krejt rrugët e mundshme mos me kon daif. Qysh me ngjall? Pse? Se çasti i tij është veprimi. Ama dikush për shembull, i cili s'do me vepru, do të ka xhilaf për surën Kaf ditë xhumë. Platojnë që është daif hadithi apo. Apo, pse ai ka mos me lexu, sa nuk e din kush ka dhënë apo s'bën atë për shembull. Në çka çasti e njëri që domthon ka kujtime të gabuara. Pastaj gjithashtu hudhja e fajit, kurzimi apo edhe stërmadhimi i problemeve apo. Një problem sigurisht ai më herë i stërmadhon mjetë ky i stërmadhon problemet apo. Me bumeni ato thosh, këtu as më fal sumet as më besuas. Në çast të bën situatën e zën. Jo burr. Ka një tek Ali radhiyallahu ta'ala anhu, e ka thënë Ali radhiyallahu anhu çush është ahwalun nas te ju atje. Ali ka qenë Kufe, ka qenë pi Basra ose dikon, kon çush janë ka mos vet. Katastrofë. Apo pin, apo bëjnë zinë. As ngon kush, as njerëz pungojnë, subhanallahu. O njëri tjetër e ka thënë çush janë punët aty, një ditë vet. Elhamdullah mirë është situata. Ka do të qia, po shkon puna mirë, po përmirësohen njerëz, po kthehen, po bëhen kështu më radhë. Një ti vend. Edhe kur u quaj ka njerëz të Aliut, çka ke punë? Ka secili nga sytë e tij atë. Ky ka syze çfarë di ka, vendos sytë me pa keq atë. Dikush i ka vendosur syze me pa mirë atë. A dhe njëri që të ndërlozur është i zgënjur, domthon ai edhe situatën e lexon çështën atë. Ose në pikën e llogaridhënies apo. Nuk thot për shembull çka kena bëna, çka mund me bëna apo. Po që më kanë faj rrethonat, njerëzit e kështu me radhë. Andaj këtu e thotë bëkajmë një fjalë shumë e rëndësishme, subhanallahu. Po është pak indirekte, po na duhet se është më rëndësi në këtë pjesë që mundet më përdorin këtë aspekt apo. Kur njëri nga zhgënjimi apo shikoni të ndodhë, kur njëri nga mungesa e llogaridhënies, se zhgënjimi ka merr, po këtu janë kjo po jemi te pika e mungesë llogaridhënies edhe kritikës apo. S'ka gatishmëri për këtë punë. Çka bën? Tenton një pjesë të aktivitetit të tij me errit për me arsyetu mos veprimin në aktivitete të tjera ato. Për shembull të ndërmozon. Një njeri
i cili ka problem me namazin e sabahit me xhamat. Ama namazin duha kur se lëna. Kur mëse me e kritiku vetveten për namaz sabahit, thot subhanallahu, sa pak njerëz e folin duha ato. Këto tema tjera, apo thon. Duke tentuar që me bu epicentër dhe primeti që e arsyeton mos e primeti me shpëtu kritikave dhe vetë llogaritës. Këtu i bëjmë më çka thotë. Thot, "Walaysa ad-dinu bi mujarrad tarki al-muharramat adh-dhahira." Nuk është feja vetëm në haramat e jashtme. Zbon zina, s'pen raki, çka edhe feja, jo s'është kjo thot. Thot ibn Qayyim apo thot, "Mirë po, feja është me bu keq ka dhënë Allahu." E këtu është punë tjetër pastaj. Shikoj, është bëu tjetër kjo pastaj. Thot nga se aktharu dayanin. Shikoj, thot shumica e fetarëve në të vakt para na. Thot shumica e fetarëve thot gale se kanë mos pjesëmarrjen probleme me njerëz. Subhanallahu. Është mjaftuar në izolim, është mjaftuar në çështë saktuar. Se ka gale njerëz ku janë, çka ndodh apo. Thot dhe në këtë aspekt nuk mërzit në fare për urin për të mirë, ndalimin nga keqe e kështu me radhë. Mas saj, s'po me zukejt se është e gjatë, thot Ibn Qayyim rahimullah në kuadër saj, thot një qasje e tillë është e urrëtur tek Allahu te bareke ve teala. Dhe Allahu xhalla xhelalu nuk i arsyeton për pjesën e mos kryer, për shkak se një pjesë tjetër e kanë kryer atë. Se ata çuçi kanë bëu këtë punë. Nëse nalesh me diskutu, nëse nalesh me llogaritë vetveten, e shoh që i mangët ti këto. Por mungesa e gatishmërisë për ta llogaritë vetveten, duke e arsyetuar me punë që po i bën, është tregues i fetarisë së dobta. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, thotë shumë pak për çdo njerëzve që janë të kufizuar në veprime të caktuara, edhe nuk e qortojnë vetveten për mos pjesëmarrje në aktivitete të caktuara që kërkohet për ty Allah i dën, thotë shumica për ty në sheqi as fytyra nuk i kuqet, as nuk mërzitet kur shkelin kufit Allahu te barekuhu teala, keq trajtojnë robt Allah xhallahu ala, është indiferent, inferior, me rëndësi ai e ka falë namaz, unë po them tash, e ka falë namazin e duhas edhe me rëndësi që ai zinos bën edhe nuk bën alkool. Po këtë vetëm Allah. Në raport me këtë situatë, çka ke bëti? Nëse s'ka mundësi më bëj shumë, a ke bëu dua beles pak? Në çdo ndryshim, çdo çështje të vëllazër që është në jetën e përditshme, që ka të bëjë me muslimanët, ka të bëjë me muslimanët. Po flas në radhë të parë muslimanët apo. Duhet me veten tonë çka ke bëu apo me këtë. Nuk i arsyetuam as jam nësum në raport me kurrë. Po, i arsyetuam nëse vepron me mundësive, që s'ki mundësi më tepër, por injorimi, inferioriteti, largimi nuk është asnjë opsion. Kështu që njeriu kur ka mungesë të vetdijes, ka edhe kuptime të gabuara në raport me qortimin edhe llogaritën. Për me ikë llogaritës, domthonë bën veprime çfarë i përmendëm atë. Gjithashtu të ndrozë e fundit që për këtë pikë kapton është domthonë nga mungesa e vetdijes edhe domthonë nga treguesit e kuptimeve të gabuara është domthonë mungesa e vetdijes për shumësinë e hajrit dhe mentaliteti i kopimit apo. Nuk gabim është kjo. Shumë njerëz e kuptojnë aktivizmin duke kopjuar tjetrin apo. Duke bërë, prandaj shetë musliman për shembull në shumë fushë po ka shumë kopjem apo. S'ka kreativitet. Pra ja jetimat, edhe tani veç me jetima apo. Me që ndron emri shoqatës edhe kjo apo. Keni pa për shembull edhe ndoshta pak se ka më po si fenomen është kjo apo. Isha për shembull ilahiyat i kena këtej me dy tema. Ka njerë dalin do po ja vajtim për nonën, ja për gylbetin, se njëri ka bëu, tjetri ka bëu, ka kopjem apo. S'ka domthon, edhe kjo është përfaqësi një defekt në aktivitet, se edhe kjo është një aktivitet i saktuar. Po flas për shembull ndryshëm. Është për shembull çështja e rrugës apo. Çish ka fillu, ka bëu më të madhe si aktivitet. A bën, as bën, ai sa më rëndësi. Pse ai ka fillu, ai tipi shkon, tash ne e kopjojmë apo. Kjo gabim vëllazë. Do të më nis tash mbi bazë analizës, a ka nevojë, a je kompetent, a je që më shikësh tek, a je ti potencial për këtë aktivitet, as si. Sa më rëndësi janë potencial. Po shkon mirë, aty ka shkuar për bëjap. Apo. Ndërsa pejgamberi na ka mësuar që dy të ardhin shumë. Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Ka pejgamberi imani është 70 dek, lëpini dek diku në Allah, s'ke më kopju. Gjoni dek diku që mungon shoqni. Bodë diçka që s'po bojnë tjerë. Për me mbyll shtegun. Pastaj ki pa që sahabët kanë pas prije të ndryshme.
Edhe me çdo prije njihen apo. Me çdo prije njihen. Për shembull, kur përmendet Halid ibn Walid apo, ku shkërmenja? Dihet on lopta. Dihet apo. A ka pas dikush që i ka konkurruar? S'ka pas kurkush që i ka konkurruar. Çka më rëndësi? Ti banu i gjithanshëm është e vërtet, ama zgjidhe çka që është zotnia i punëve tua, që me të jetë theksor. Çka kjo është apo? Se kopimi është shkakton çka? Pasim. E pasimi shkakton çka? Dobësim. Kur ka marrë ders Ibn Mesudi, e ka kryer dersën, ju në çu banor të Kufës, Maslina apo. A unë alkon, ku po shkoni? Ka këtha nuk ka thonë. Kam se kjo është fitnetun lil matbu, wa dhulun lit tabi apo. Kjo është mësori, është shtim në çmim për ju që po ndjekni, një njeri apo. Pa kanë çmën vetën. Edhe është fitnë për ato që po ndjekët. Mos e nënçmo vetën, po gjehet dikun që mund të jetë një projekt frymëzues, është vërtet. Mund të jetë për shembull diçka që është bo, po nuk është plotsu. Okej, ti e plotson. Por sill diçka të re. Bën diçka që domon theksosh, veçosh, kuptim pozitiv. Jo për të njoft, po për të bërë diçka që plotson, për diçka që rrit, për diçka që pasuron apo. Andaj çështja e ngushtë e mendet të kopimit edhe të, domethënë, prodhimit të njëjtë është tregues i mungesës së mentalitetit. Na se kena njoft çfarë realitetin. E as kapacitet që kemi njohur çfarë duhet, e as që kemi për të kuadër çfarë duhet apo. Gjithashtu dy të gjendjet janë tetë, sa vesh një apo. Apo. Sa vesh një. Imam Newawi rahimullah në Riyadus Salihin ka një kapitull bab kathratu ababil khair. Kapitull që flet se janë shumë dyert e harit apo. Ka shumë vëllazë, ka shumë dyert e harit apo. Edhe gjithashtu shumësia e problemeve nuk kupton se duhet pas edhe shumësi të përgjigjeve apo. Jo njerëzit kanë një probleme e na këti kena aktivitet në dy probleme apo. Allah. Ka shumë probleme shoqënia. Ka këtë, ka atë, kush e merr këtë, kush e merr atë, kështu më radhë. Prandaj kufizimin për këtë saktuara edhe prodhimi i aktiviteteve të njëjta me ndryshim të disa nuancave është tregues i kuptimit të gabuar për realitetin, për potencialin, por edhe të vëdijes së mangët apo. Si manifestohet ky domon mentalitet apo ose kjo vëdije mangët, çfarë manifestohet? Fillimisht realisht krijohet një mentalitet i garimit, jo i shërbimit apo. Mentalitet i garimit apo. Këta e kanë bë, ne tash duhet më mirë se këta me bë. Nuk është qëllimi tash shërbimi i kauzës, po garimi për dominancë dhe për përsi apo. Çka është problemi? Gjithashtu nga ajo që manifestohet mungesa e kësaj vedie në këtë fushë është që thash edhe mungesa e kreativitetit. S'ka kreativitet. Prandaj të ndrodhë vëllazër dietarët e hershëm kanë qenë shumë më dishëm se dietarët më vonë. Po megjithatë se kanë mbyll derën e ijtihadit apo. Se gjithmonë ka dikush që ka më shtu. Apo. Prandaj e ka thonë dikush një fjalë e disa ja kanë ndruar atë fjalë atë. Disa kanë thonë nuk lanë të parët gjë për të mëvonshmit apo. S'lan kur gjë. E disa dietarë e kanë ndruar, ka thonë sa lanë të parët për të mëvonshmit. Shumë kanë lënë atë. Nëse problemet që kanë marrë ka me detyruar njëri me konkretiv, të mugjin ç'është më bë. Mbyllë mes mendimet e të kohës së kaluara, pa avancim fare, pa kreativitet. Është gabim, është mbyllje. Edhe kjo rreth e ka prodhuar taklidin, edhe fanatizmin që ka pasur më për mes vetë apo. A do të thonë, jo kreativ, në kuptim jashtë parimor, jo. Me parime edhe me rregullat tona apo. Nga problemet që i shkakton kjo mungesë ose vedi ose ky mentalitet është edhe fokusi në sasi e jo në cilësi. Vetëm me prodhues që ka shumë se është mirë apo keq apo. Pastaj rritja e hasedit e dobësimi i bashkëpunimit. Nëse bën punë në njëjtë, kanë pas hased. Nëse ti e bën një punë tjetër, nuk më shë konkurrent, po më shë bashkëpunues, këto dashnia apo. Dhe kreativiteti edhe shumësia e punëve të harit shton dashnin, rrit bashkëpunimin. Nëse kopimi rrit hasedin edhe garimin, sikurse e përmena garimin jo për xhenet, po për dominancë, për përsi dhe për lavdata. Pastaj edhe gjithashtu të ndërlozur nganjëherë edhe kufizimin projekte të caktuara manifestohet edhe në formën e shërbimit ndaj klanit xhamatit jo islamit apo. Që xhamati ka bëu pse na skem na për shkak. Që ata kanë kësi projekte që po dalin ato pse na s'po dalim apo. Do e ka lëviz veprimin kush? Konkurenca me xhamatin tjetër, jo nevoja për shërbim islamit ose muslimanëve. Edhe normalisht ajo që kemi ciknalt te farzi kifaje, nëse ka kopim, s'ka farzi kifaje apo. Se tani veç kemi shku
tu i njek gjenazët kush mi falë, që mësë me të farzi kifaje pa u shpëtu, ama farzi kifaje tjera këna milion anash për shkak se s'kemi dëmon iniciativa për me prodhu realisht aktivitete të cilat përmbushin kërkesat e shoqërisë. Kjo është ajo pjesa që ka të bëjë me disa prej kuptimeve të gabuara që realisht kanë sjell edhe gjendjen e një mungese serioze të vetdijes, e cila në këtë gjendje nuk mundson një aktivizëm të shëndetshëm, produktiv dhe të duhur. Dhe kështu tash kena dy anë të kemi. Vetdia e kërkuar, kuptimet e duhura, dhe kemi tash vetdijen e mangët dhe kuptimet e gabuara. Tash këto dyja ku i bëjmë bashk, duhet tash me ardhur tek gjendja praktike. Qysh tash praktikisht një musliman me qëto njohuri është aktiv në jetën e përditshme, që do të jetë pjesa e tretë e këtij seminari. Allahu i shpëlojë të nderoft, e vazhdojmë inshallah pas një pauze.